Në lidhje me eksperiencën dhe aftësinë për të drejtuar një strukturë, çdo prokuror që merr përsipër një çështje penale është në vetvete lider i procesit hetimor. Fakt ky rol përfshin hartimin e një plani të strukturuar, ndarjen e detyrave, orientimin e burimeve njerëzore dhe drejtimin e hetimit në mënyrën më efikase, duke shmangur pistat që çojnë në shpenzim të panevojshëm të kohës dhe të burimeve njerëzore. Pra është prokurori ai i cili drejton dhe i fokuson që duhet heqin në një drejtim të caktuar, sepse shpesh mund të ndodhë që hetuesit të hapen në shumë drejtime, por ti duhet kuptosh që cili drejtim të çon drejt atij funksioni dhe drejt atij qëllimi që ti je duke hetuar. Dhe kjo është shumë e rëndësishme roli i prokurorit që të drejtojë skuadrën hetimore që ai ka në dispozicion. Këto aftësi udhëheqëse janë reflektuar plotësisht edhe në përvojën time ndërkombëtare, si drejtuese e 6 skuadrave të përbashkëta hetimore Joint Investigation Teams, ku kam përfaqësuar palën shqiptare. Drejtimi i një skuadre të tillë kërkon qartësi strategjike, planifikim të detajuar, si dhe aftësi për të bashkëpunuar me partnerët ndërkombëtar